Dhe është e kaderin, lutja, doaja, mundet me dështu kaderin? Po, mikrofon. Po, ne kur kemi folë për çështjen e kaderit, ju thamë se në detale nuk kemi hi, edhe pse hadithet e pejgamberit alayhis salam mbi kaderin janë të shumta, por edhe çështjet e meselet e kaderit janë. Në atë çka dëshmi ta potencen, ju thamë se si ti mbajni mend këto 4 rregulla. Se Allahu Dhul Xhelal din, ai ka shkruar gjithsend, me dëshirën e tij gjësen bëhat dhe ai krijon çfarë don ai. Ka ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salam se duaja e kthen kaderin. Po prap kjo është ndijen e Zotit. Po. Ajo më qartë. Edhe ki kader kur e bën ti lutje dhe bën dua, po mirë po prap është në atë rregullin çka e përmendëm ndijen e Zotit që të jemi më qartë. Por atë do të thon kaderi është një temë, e them edhe një herë, sikurse ka thënë edhe Omeri radhiyallahu anhu, është temë të cilën mos hini shumë fell, se mundet domethënë me jo përzi, domethënë punë të juve dhe mundet që edhe me dal pi feje. Por për me ditë në kaderin, normalisht se ne për çdo send pajtohemi me saktimin e Zotit. Ndash për të mirë, ndash për të keq. Edhe e mira, edhe e keqja vjen për ti çka beson në atë çka Allahu ka caktuar. Po më parasysh, a është ndeshje, a është vdekje, a është më e madhe se më e vogël, por çdo send ti thot pas ka qenë e caktuar, kaderi i Zotit ka qenë kjo, ka që pas ka pas shkrume me jetu, e kështu me radhë, këtë këto janë parimet dhe në rregullat e kaderit të cilet i kanë përmendur dietarët, vallahu ta'ala alam.